Edhe pse i rritur në Angli, Broja zgjodhi pa hezitim të përfaqësonte Shqipërinë. Një vendim që u vlerësua shumë nga tifozët kuqezi dhe që tregoi lidhjen e fortë të tij me origjinën. Që në hapat e parë të karrierës, ai u dallua për forcën fizike, shpejtësinë dhe instinktin për gol. Chelsea, baza e formimit të tij. Armando Broja u bashkua shumë herët me Akademinë e Chelseat, një nga akademitë më të forta në Europë. Atje ai u formua si një sulmues modern, duke punuar jo vetëm në aspektin teknik, por edhe në disiplinën taktike dhe fizike. Me ekipin e parë të Chelseat, Broja ka zhvilluar rreth 26 ndeshje zyrtare, ku ka shënuar 2 gola, kryesisht në Premier League dhe kupat vendase. Edhe pse konkurenca ishte shumë e fortë, këto paraqitje ishin të rëndësishme për rritjen e tij si lojtar. Huazimi te Vitesse, shpërthimi i parë. Sezoni 2020-2021 te Vitesse në Oland ishte një nga më të mirët në karrierën e tij. Broja luajti 30 ndeshje, shënoi 10 gola dhe u kthye në një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit. Ky sezon tregoi se ai kishte aftësi për të qenë protagonist dhe për të mbajtur peshën e sulmit. Southampton, prova në Premier League. Në sezonin 21-22, Broja u huazua te Southampton në Premier League, ku pati një rol shumë më të madh. Ai zhvilloi 32 ndeshje dhe shënoi 6 gola, duke u përballur me mbrojtës nga më të fortët në botë. Paraqitjet e tij kundër ekipeve të mëdha i rritën ndjeshëm reputacionin dhe treguan se kishte nivel për futbollin elitar.